Krerët e koalicionit Vlen, Zeqiria Ibrahimi, Bilal Kasami, Izet Mexhiti kanë mbajtur një takim sot në Shkup, por në këtë takim nuk ka qenë prezent kreu i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari. Sipas Izet Mexhitit, koalicioni Vlen do të del bashk me kandidatët për kryetar dhe këshilltar. Sipas Mexhitit, veprimi i Taravarit është në interes dhe në favor të Bashkimit Demokratik për Integrim. Mexhiti tha se nëse Taravari shkon vetë në zgjedhje, nuk do të mundet të fitoj asnjë komunë. Sipas tij, koalicioni Vlen ka qenë në dieni për komunikimin e Taravarit me BDI-n dhe ky komunikim ka pas për qëllim përçarjen e Vlenit dhe mbajtjen gjallë të BDI-s. Sidoqoftë, koalicioni i ndryshimit Vlen vlerëson se vendimi i mbrëmshëm i zotit Taravari, pasi që ishin konsumuar krejt argumentet dhe ofertat për të mbajtur ata në garën e përbashkët zgjedhore, është pa mbështetjen e votuesve të sinqert të Aleancës për Shqiptarët, po as të funksionarëve partijak të cilët para më pak se një viti e mbështetën vendimin e drejtë të ASH-s për të shkëputur nga partia e listës së ZES, që tashmë po fundoset dhe po merr me vete edhe shumë viktima. BDI-ja nuk shpëton pavarësisht gomave rezervë që mund t'i hidhen nga eksponent të ndryshëm politik. Koalicioni i ndryshimit Vlen vlerëson se vendimi për të dalë në zgjedhje me lista të ndara për këshilltar, kur ajo ishte një temë e absolvuar në Vlen, nuk është i bazuar as në qëndrimet e bazës, as në opinionet e votuesit të ASH-s e as në sondazhe të paanshme. Ky është një vendim i marrë për interesa të BDI-s, të cilët publiku do t'i kuptojë shumë shpejt dhe për të cilët zoti Taravari do duhet të jep shpjegime përpara shqiptarëve, por edhe para votuesve të Vlenit. Pavarësisht kësaj, koalicioni Vlen sot ka vendosur që të garojë në zgjedhje bashk, edhe me lista për këshilltar, edhe me kandidat për kryetar komunash, ndërsa në ditët në vijim do të kemi edhe themelim të shtabeve të Vlenit për të garuar bashkarisht në zgjedhjet e ardhshme lokale. Në ditët në vijim do t'ju informojmë edhe për riorganizimin politik të strukturës dhe për strategjinë e Vlenit për zgjedhjet e ardhshme. Ne sot vetëm e konstatojmë vetë përjashtimin e tij pra nga Vleni. Vendimi i sotëm i përfaqësuesve të koalicionit Vlen ka ardhur pasi që mbrëm Arben Taravari vendosi që në zgjedhjet lokale të del me kandidat për këshilltar ndarës nga koalicioni Vlen.